i mashkull që s'është xheloz fare. Por ama janë se gjëra që Vajzë dashur. 2 sekonda. Kush është ai mashkull që mund të ketë ty të dashur dhe të toleroj fillimisht që ti prej loj për shembull ke fjalë me mirin, rimin, në këtë rast, me krevat për ku diun. Po mbasi po ta kishte dashur nëse kishte bërë përgjigje, ose stenali nuk si do të Unë po them që ka një djalë që mund ta toleroj, as nuk do ty ta mendoja ka apo s'ka që të toleroj, po unë si Selina kam thënë që unë nëse do kisha qenë një marrëdhënie nuk do kisha marrë Big Brotherin si eksperiencë, sepse të vendos para disa përgjegjësive. Po çfarë që kemi sipas teje, i bie që unë edhe kur të dal nga këtu, jo, gjë tjetër. jo, po jo, kështu i bie se këto janë gjëra që dilin gjithë jetën. Se ti njifesh, bësh, varet, pse del tema, pse ke bë, si e ke bë, të rivën. Ore, që të ngel ty njoll, të ngel po deri diku. Se është një shprehje që thotë që ti më 3 ditë zjat. Pavarësisht se këtu, momentalisht që ti vazhdon të jesh këtu dhe vazhdon të bësh të njëjtat gjëra, vazhdon të gjykohesh për të njëjtat gjëra. Nuk e di, tekst një huge heart për me suportu tjetrin te veprimtaria vet. Për me? E suportu një person, partnerin tënd, te veprimtaria e tij ose e saj. Po ti e the vetë mos do kisha bërë, do kisha hart. Jo ma kishe pranuar me fjalë. Jo, unë thash. Varet që partneri nëse do kisha qenë me një djalë si puna jote, do ta kisha menduar. Ti e the që po mos kishe qenë thënë, po të kishe qenë lidhur thes do kisha ardhur fare. Po nuk është pyetje një, është pyetje çesha kështu po. Ti po thonë se shkon me një djalë tjetër nasa kështu po, nëse shkon me Mateo, si kuptimin e parë që marrë. E kisha fjalën, nëse unë isha me një djalë që i përshtatet karakterit tënd, gjë që sepse do të them në herë. Zë kisha ardhur që dhe fjalë vërtet. Besoj se do dashuri verbale. Po shikon karakteri i tjetër, duhet me kon karakteri. Po pritet valla japi përgjigje ajo apo. Karakteri i Mateos nuk ka asgjë, shumë okay, shumë perfekt. Po nuk e shikoj si partnerin tim. Një djalë me këto karakteristika nuk e shikoj si partnerin tim. Domethënë ti se do të mirë, do të shëmtuar, do të kesh. Partnerim, jo. Po je tu thonë se jemi në karakter të tillë, nuk e kisha bë, po nëse shkon me një karakter tjetër, nëse shkon me një karakter tjetër, nëse shkon me një karakter tjetër, çe kishte ju e kisha bë. Nëse varet çelësisht personi, nëse ai ai karakteri tjetër po ta lejon, domethënë tani kisha bë, po. Po kjo është sfidë, nuk e zgjodha vetëm. Domethënë kisha bë, po. Po, sfidë. Është për një temë është jo i mirë, për arsye se je tu e bë veprimin për shkak të karakterit tjetër, jo tonin. Ti do të bëj veprimin për shkak të karakterit tonë. Edhe gjë që thash, do ta kisha marrë sfidën tjetër, ti jo shoku. Do ta kisha marrë sfidën, por nuk do kisha vazhduar lojën. Ajo beshare do ta bëj për lojë, mund ta bëj këtë sakrificë. Jo, do të shkak ndrru karakterin mbos personit që jam. Ska lidhje ndrimi karakterit tënd. Nuk konsideron çaj përqind çaj si përqind tjetër. Kur e ke për zë. Jo, po hajde vlla, ai thot kam bezdi këtë. Boj ma keqti. Jo, asnjë janë sa kufinë. Jo, më rashtu. Ato që pretendon Mateo janë bërë shumë të vështira sot. Po një veprimet për arsye nuk do sot karrierë. Unë do kisha bërë se po, ai që do të toleroj më martu, do të kisha marrë parasysh gjitha. Unë do kisha bërë sfidën deri ku ka qenë sfida për të bërë, por nuk do ta kisha kthyer në lojë. Që thot, mbaroj java e parë, tani mund ndroni krevatin, do ta kisha ndruar krevatin për respekt partnerin tim. Po nëse për me ki respekt për çat person, kishe pas për të dytë kishe vepruar njëjtë. S'kishe shku në big fare. Se e ki karakterin tan, nuk vepron bos karakterit tjetrit, po vepron bos karakterit tan. Kjo është eksperiencë një jetë, të suportoj çfarë 2 sekonda. Kjo do thotë që si e lidhur. Po. Po pse më rrejte pra mashtruese? O mashtruese. Pas më besoj. Po më provokova. Po më do t'japi dark, ha. Do t'japi dark. Do më gënjesh mua. Do ikim? Po, fat. Nuk është sfida. Mashtruese. Është një kërkesë e Selinit që e ka bërë për Fishman.